Data 3 shkurt. Zanafilla, kapitulli 35. Perëndia I tha Jakobit: "Çohu, ngjitu në Bethel dhe vendosu aty, dhe bëj aty një altar Perëndisë që të shfaq kur ikje para vëllaut tënd Esau." Atëherë Jakobi I tha familjes së tij dhe gjithë atyre që ishin me të: "Hiqini nga rrethi juaj perënditë e huaja, pastrohuni dhe ndërroni rrobat tuaja. Pastaj të ngrihemi dhe të shkojmë në Bethel, dhe unë do t'i bëj një altar Perëndisë që plotësoj dëshirën time ditën e fatkeqësisë sime dhe që më shoqëroi në udhëtimin që kam bërë." Atëherë ata I dhanë Jakobit tërë perënditë e huaja që kishin dhe varset që mbanin në vesh, dhe Jakobi I fshehu në lisin që ndodhet pranë Sikemit. Pastaj ata u nisën dhe tmerri Perëndisë rambi të gjitha qytetet rreth tyre, kështu që nuk I ndoqën bijtë e Jakobit. Kështu Jakobi arriti në Luz, do me thënë në Bethel, që ndodhet në vendin e Kanaanit, erdhi aty me të gjithë njerëzit që ishin me të. Dhe aty ndërtoi një altar dhe këtë vend e quajti El Bethel, sepse aty që e shfaqur Perëndia kur po ikte prej vëllait të tij. Atëherë vdiq Debora, taja e Rebekës, dhe e varrosën poshtë Bethelit nën këmbët e lisit që u quajt Alon Bakuth. Perëndia ju shfaq përsëri Jakobit kur ky po vinte nga Padam Arami dhe e bekoi. Dhe Perëndia I tha: "Emri yt është Jakob, ti nuk do të quhesh më Jakob, por emri yt do të jetë Izrael." Dhe I vuri emrin Izrael. Pastaj Perëndia I tha: "Unë jam Perëndia I plot fuqishëm. Ti bëhu I frytshëm dhe shumëzohu. Një komb, madje një tërësi kombësh do të rrjedhin prej teje, dhe disa mbretër kanë për të dalë nga ijet e tua. Dhe do të jap ty dhe pasardhësve të tu pas teje vendin që I dhash Abrahamit dhe Isakut." Pastaj Perëndia u ngjit më lart nga ai, nga vendi ku I kishte folur. Atëherë Jakobi ndërtoi një përmendore prej guri në vendin ku Perëndia I kishte folur, mbi të hodhi pak verë dhe derdhi ca vaj sipër, dhe Jakobi e quajti Bethel, vendin ku Perëndia I kishte folur. Pastaj u nisën nga Betheli. Kishte edhe një copë rrugë për të arritur në Efrat, kur Rakela lindi. Ajo pati një lindje të vështirë, dhe gjatë lindjes së vështirë, mamia I tha: "Mos ki frikë, sepse edhe këtë herë ke një djalë." Dhe ndërsa shpirti po e linte, sepse vdiq, I vuri emrin Benoni, por jati e quajti Benjamin. Kështu Rakela vdiq dhe u varros në rrugën e Efratës, do me thënë të Betlemit, dhe Jakobi ngriti mbi varrin e saj një përmendore. Dhe kjo përmendore ekziston ende sot e kësaj dite mbi varrin e Rakelës. Pastaj Izraeli u nis dhe ngriti çadrën përtej Migdal Ederit. Dhe ndodhi që ndërsa Izraeli banonte në atë vend, Rubeni shkoi ra në shtrat me Bilhahu, konkubinën e atit të tij, dhe Izraeli e mori vesh. Bijtë e Jakobit ishin 12. Bijtë e Leas ishin Rubeni, I parlindur Jakobit, Simeoni, Levi, Juda, Isakari dhe Zabuloni. Bijtë e Rakelës ishin Jozefi dhe Benjamini. Bijtë e Bilhahut, shërbëtorës e Rakelës, ishin Dani dhe Neftali. Bijtë e Zilpahës, shërbëtorës e Leas, ishin Gadi dhe Asheri. Këta janë bijtë e Jakobit që I lindën në Padan Aram. Pastaj Jakobi erdhi tek Isaku, Jati, në Marme, në Kirjath Arba, do me thënë në Hebron, ku Abrahami dhe Isaku kishin qëndruar ca kohë. Isaku jetoi 180 vjet. Kështu Isaku dha shpirt, vdiq dhe u bashkua me popullin e tij. Ishte I plakur dhe I ngopur me ditë, dhe Esau dhe Jakobi bijtë e tij e varrosën. Zanafilla, kapitulli 36. Këta janë pasardhësit e Esaut që është Edomi. Esau I mori gratë e tij nga bijat e Kanaanëve, Adën, të bijen e Elonit Hiteut, dhe Oholibamahën, të bijen e Cibeonit Hiveut, dhe Basemathin, të bijen e Ishmaelit dhe motra e Nebajothit. Ada I lindi Esaut Elifazin. Basemathi lindi Reuelin, kurse Oholibamahu lindi Jeushin, Jalamin dhe Korahin. Këta janë bijtë e Esaut që I lindën në vendin e Kanaanit. Pastaj Esau mori gratë e tij, bijtë dhe bijat e tij, gjithë njerëzit e shtëpisë së tij, kopet e tij, tër bagtinë e tij dhe tër pasurinë që kishte blerë në vendin e Kanaanëve, dhe shkoi në një vend larg vëllait të tij Jakob, sepse pasuritë e tyre ishin tepër të mëdha, që ata të mund të banonin bashk.
Vendi ku rinin nuk ishte në gjendje t'i mbante për shkak të bagëtisë së tyre. Kështu Ezau u vendos mbi malin e Seirit. Esau është Edomi. Këta janë pasardhësit e Esaut, atit të Edomitëve në malin e Seirit. Këta janë emrat e bijve të Esaut: Elifazi, biri i Adës, gruas së Esaut; Reueli, biri i Bazemathës, gruas së Esaut. Bijtë e Elifazit qenë Temani, Omari, Cefoni, Gatami dhe Kenaci. Timna ishte konkubina e Elifazit, biri i Esaut. Ajo i lindi Elifazit Amalekun. Këta qenë bijtë e Adës, gruas së Esaut. Këta qenë bijtë e Reuelit: Nahathi dhe Zerahu, Shamahu dhe Mitsahu. Këta qenë bijtë e Basemathës, gruas së Esaut. Këta qenë bijtë e Oholibamahës, bijës së Anahut, bija e Cibeonit, gruas së Esaut. Ajo i lindi Esaut Jeushin, Jalamin dhe Korahun. Këta qenë krerët e bijve të Esaut, bijtë e Elifazit i parlindri Esaut: kreu Teman, kreu Omar, kreu Cefo, kreu Kenaz, kreu Korah, kreu Gatam dhe kreu Amalek. Këta qenë krerët e rrjedhur nga Elifazi në vendin e Edomit. Ata qenë bijtë e Adës. Këta qenë bijtë e Reuelit, birit të Esaut: kreu Nahath, kreu Zerah, kreu Shamah dhe kreu Mitsah. Këta qenë krerët e rrjedhur nga Reueli në vendin e Edomit. Ata qenë bijtë e Basemathës, gruas së Esaut. Këta qenë bijtë e Oholibamahës, gruas së Esaut: kreu Jeush, kreu Jalam dhe kreu Korah. Ata qenë krerët e rrjedhur nga Oholibamah, e bija e Anahut dhe gruaja e Esaut. Këta qenë bijtë e Esaut, që është Edomi, dhe këta qenë krerët e tyre. Këta qenë bijtë e Seirit, Horeut që banonin në vend: Lotani, Shobali, Cibeoni, Anahu, Dishoni, Eceri dhe Dishani. Këta qenë krerët e Horejve, bijtë e Seirit në vendin e Edomit. Bijtë e Lotanit qenë Hori dhe Hemami, dhe motra e Lotanit që Timna. Këta qenë bijtë e Shobalit: Alvani, Manahathi, Ebali, Shefo dhe Onami. Këta qenë bijtë e Cibeonit: Aja dhe Anahu. Anahu është ai që zbuloi në shkretëtir ujërat të nxehta, ndërsa pokulloste gomeret e Cibeonit, atit të tij. Këta qenë bijtë e Anahut: Dishoni dhe Oholibamah, e bija e Anahut. Këta qenë bijtë e Dishonit: Hemdani, Eshbani, Ithrani dhe Kerani. Këta qenë bijtë e Cerit: Bilhani, Zavani dhe Akani. Këta qenë bijtë e Dishanit: Uci dhe Arani. Këta qenë krerët e Horejve: kreu Lothan, kreu Shobal, kreu Cibeon, kreu Anah, kreu Dishon, kreu Ecer, kreu Dishan. Këta qenë krerët e Horejve, krerët që ata patën në vendin e Seirit. Këta qenë mbretëri që mbretëruan në vendin e Edomit, para se ndonjë mbret të sundonte mbi bijtë e Izraelit. Bela, biri i Beorit, mbretëroi në Edom, dhe emri i qytetit të tij që Dinhabah. Bela vdiq dhe në vend të tij mbretëroi Jobabi, i biri i Zerahut nga Bocrahu. Jobabi vdiq dhe në vend të tij mbretëroi Hushami nga vendi i Temanitëve. Hushami vdiq dhe në vend të tij mbretëroi Hadabi, i biri i Bedadit, që mundi Madianitët në fushat e Moabit, dhe emri i qytetit të tij ishte Avith. Hadadi vdiq dhe në vendin e tij mbretëroi Samlahu nga Masrekahu. Samlahu vdiq dhe në vend të tij mbretëroi Sauli nga Rehoboth mbi Lum. Sauli vdiq dhe në vend të tij mbretëroi Baal Hanani, biri i Akborit. Baal Hanani, biri i Akborit vdiq dhe në vendin e tij mbretëroi Hadari. Emri i qytetit të tij ishte Pau dhe emri i gruas së tij ishte Mehetabel, e bija e Metredës dhe e Mezahabut. Këto qenë emrat e krerëve të Esaut, sipas familjeve të tyre dhe territoreve të tyre, me emrat e tyre: kreu Timna, kreu Alvah, kreu Jetheth, kreu Oholibamah, kreu Elah, kreu Pinon, kreu Kenac, kreu Teman, kreu Midcar, kreu Magdiel dhe kreu Iram. Këta qenë krerët e Edomit sipas vendbanimit të tyre në vendin që zotronin. Ky që Esau, ati i Edomitëve. Marku, kapitulli 6.
Dhe doli prej andej dhe erdhi në vendin e tij, dhe dishepujt e vet e ndiqnin. Dhe kur erdhi shabati, filloi të mësojë në sinagogë. Dhe shumë kur e dëgjonin habiteshin dhe thoshin: nga i vijnë këtij këto gjëra? Vallë, çurtësi është kjo që i është dhënë, dhe si i kryhen këto vepra të mëdha nëpërmjet duarve të tij? As është ky Marangozi biri i Maris, vëllai i Jakobit, i Joses, i Judës dhe i Simonit? Dhe a nuk janë këtu midis nesh motrat e tij? Dhe skandalizoheshin prej tij. Por Jezusi u tha atyre: asnjë profet s'është i përbuzur veç se në vendlindjen e tij, në farefisin e vet dhe në shtëpinë e vet. Dhe nuk mundi të kryej aty asnjë vepër të pushtetshme, veç se shëroi disa të sëmurë duke vënë duart mbi ta. Dhe çuditej për mosbesimin e tyre, dhe dilte nëpër fshatrat përreth e i mësonte. Pastaj ai i thirri pranë vetes të 12-tët dhe filloi të dërgoi 2 nga 2, dhe u dha pushtet mbi frymërat e ndyra, dhe i urdhëroi të mos marrin asgjë tjetër udhës, përveç vetëm një shkopi, as trasta, as bukë, as para në brez, dhe të mbathin vetëm sandalet e të mos veshin 2 palë tunika. Dhe u tha atyre: kudo që të hyni në një shtëpi, rrini aty derisa të largoheni nga ai vend. Në qoftë se disa nuk ju presin dhe nuk ju dëgjojnë, kur të largoheni që andej, shkundni pluhurin nga këmbët tuaja si dëshmi kundër tyre. Në të vërtet ju them se ditën e gjyqit për Sodomën dhe Gomorën do të jetë më e lehtë se sa për këtë qytet. Dhe kështu ata shkuan dhe u predikonin njerëzve që të pendoheshin, dhe do bonin shumë demon dhe vajosnin me vaj shumë të sëmurë dhe i shëronin. Dhe mbreti Herod dëgjoi të flitej për Jezusin, sepse emri i tij ishte bërë i njohur dhe ai tha: Gjon Pakzori u ngjall prej së vdekurish, prandaj në të po veprojnë pushtete çuditëbërëse. Disa të tjerë thonin: është Elia, dhe disa të tjerë: është një profet, ose si një nga profetët. Por kur i dëgjoi Herodi të gjitha këto, tha: ky gjoni të cilit ja pata prerë kokën, u ngjall prej së vdekurish. Në fakt, Herodi vet kishte dhënë urdhër të arrestohej gjoni dhe të mbahej i lidhur në burg për shkak të Herodiadës, grua së Filipit, vëllait të tij, sepse ishte martuar me të. Gjoni pra i thoshte Herodit: nuk është e lejueshme të kesh grua në vëllait tënd. Dhe Herodiada e urrente dhe donte ta vriste, por nuk mundte. Herodi pra e kishte frikë Gjonin, të cilin e dinte si njëri të drejtë dhe të shenjtë, dhe e ruante, dhe kur e dëgjonte, bënte shumë prej tyre dhe e dëgjonte me kënaqësi. Por erdhi dita e volitshme dhe Herodi për ditëlindjen e vet shtroi një gosti për të mëdhenjtë e tij, për komandantët dhe për parinë e Galiles. Dhe hyri e bija e Herodiadës, vallëzoi dhe i pëlqeu Herodit, e atyre që ishin bashkë me të në tryezë. Mbreti i tha vajzës: më kërko ç'të duash, dhe unë do të ta jap. Dhe ju betua: gjithçka që të më kërkosh, do të ta jap deri gjysmën e mbretërisë sime. Ajo doli dhe i tha sëmës: çfarë ti kërkoj? Ajo u përgjigj: kokën e Gjon Pakzorit. Ajo u kthye menjëherë te mbreti dhe i kërkoi me nxitim: unë dëshiroj që ti të më japësh menjëherë mbi një pjatë kokën e Gjon Pakzorit. Dhe mbreti u trishtua shumë, por nuk deshi të refuzoi për shkak të betimit dhe për respekt të të ftuarve. Kështu mbreti dërgoi menjëherë një xhelat me urdhër që t'i sillnin kokën e Gjonit. Dhe ky shkoi, ja preu kokën në burg dhe e solli kokën e tij mbi një pjatë. Ja dha vajzës dhe vajza ja dha sëmës. Dhe kur dishepujt e Gjonit i dëgjuan këto, erdhën, e morën trupin e tij dhe e shtin në varr. Dhe apostujt u mblodhën te Jezusi dhe i treguan të gjitha sa kishin bërë dhe sa mësim kishin dhënë. Dhe ai u tha atyre: ejani veçmas në një vend të vetmuar dhe pushoni pak, sepse njerëzit që vinin dhe shkonin ishin aq shumë sa s'u dilte koha as për të ngrënë. U nisën pra me një bark në një vend të shkret, veçmas. Por sa turma i pa që u nisën dhe shumë veta e njohën, dhe nga të gjitha qytetet erdhen aty me këmbë dhe mbërriten përpara tyre dhe u mblodhën rreth tij. Dhe kur Jezusi doli nga barka, pa një turmë të madhe dhe pati dhemshuri, sepse ishin si delet pa bari, dhe nisi të mësoj shumë gjëra. Duke qenë se u bë vonë, dishepujt e tij u afruan dhe i thanë: ky vend është i shkret dhe tashmë është vonë. Lejoj këta njerëz që të shkojnë në fushat dhe në fshatrat rreth e qark që të blejnë bukë, se s'kan gjë për të ngrënë. Por ai duke ju përgjigjur u tha atyre: u jepni ju të hanë. Dhe i thanë: a të shkojmë ne të blejmë për 200 denar bukë dhe t'u japim të hanë? Por ai u tha atyre: sa bukë keni? Shkoni e shikoni. Ata mbasi e mësuan thanë: 5 bukë e 2 peshq.
Atëherë ai urdhëroi ata që t'i ulin të gjithë grupe mbi barin e njom. Kështu ata ulën grupe nga 100 e nga 50. Dhe ai si mori të 5 bukët dhe të 2 peshqit, ngriti syt nga qielli, i bekoi dhe i theu bukët dhe u dha dishepujve të vet që t'u avinin përpara atyre, dhe të 2 peshqit u andau të gjithëve. Dhe të gjithë hëngrën dhe u ngopën, dhe mblodhën 12 shporta plot me copa buke dhe me mbetje peshku. Dhe ata që hëngrën bukë ishin rreth 5000 burra. Dhe menjëherë Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hyjnë në barkë dhe t'i prinë në bregun tjetër drejt Betsaidas, derisa ai ta përcillte turmën. Dhe sapo e lejoi, ai u ngjit malit për të lutur. Dhe kur erdhi mbrëmja, barka ishte në mes të detit dhe ai ishte vetëm në tokë. Dhe kur i pa dishepujt që po mundoheshin duke vozitur sepse era ishte kundër tyre, aty nga roja e 4 e natës ai erdhi drejt tyre duke ecur përmbi det dhe donte t'i kalonte. Por ata kur e pan që po ecte mbi det menduan se ishte një fantazëm dhe filluan të bërtasin, sepse e kishin parë të gjithë dhe ishin trembur. Por menjëherë foli me ta dhe tha: "Merrni zemër, jam unë, mos kini frikë." Dhe hipi në bark me ta dhe era pushoi, dhe ata mbeten jashtë masës të habitur në veten e tyre dhe u mrekulluan, sepse nuk e kishin kuptuar ndodhinë e bukëve, sepse zemra e tyre ishte ngurtësuar. Mbasi kaluan, arritën në krahinën e Gjenezaretit dhe aty e lidhen barkën. Dhe kur dolën nga barka, njerëzit e njohen menjëherë dhe duke rendur përshkuan mbar krahinën përreth, filluan të sjellin të sëmurët në vigje kudo që dëgjonin se ishte ai, dhe kudo ku ai hynte, në fshatra o qytete alagje, njerëzit i vendosnin të sëmurët në sheshe dhe e lutnin që të paktën të mund të preknin cepin e rrobës së tij, dhe të gjithë ata që e preknin shëroheshin. Jobi, kapitulli 2. Një ditë ndodhi që bijtë e Perëndis shkuan të paraqiten përpara Zotit, dhe midis tyre shkoi edhe Satani për të paraqitur përpara Zotit. Zoti i tha Satanit: "Nga vjen?" Satani u përgjigj Zotit: "Nga ecejakët mbi dheun, duke e përshkuar lart e poshtë." Zoti i tha Satanit: "A e vure re shërbëtorin tim Job, sepse mbi dhe nuk ka asnjë tjetër si ai që të jetë i ndershëm, i drejtë, të ketë frikë nga Perëndia dhe t'i largohet së keqes. Ai qëndron i patundur në ndershmërinë e tij, megjithse ti më ke nxitur kundër tij për ta shkatruar pas një shkak." Atëherë Satani u përgjigj Zotit dhe tha: "Lëkur për lëkur. Gjithçka që zotëron njeriu është gati ta jap për jetën e tij. Por shtrije dorën tënde dhe preki kockat e tij dhe mishin e tij, dhe ke për të parë, po nuk të mallkoj haptazi." Zoti i tha Satanit: "Ja, ai është në pushtetin tënd, por mos ja merr jetën." Kështu Satani u largua nga prania e Zotit dhe e goditi Jobin me një ulçer të keqe nga maja e këmbëve deri në pjesën e sipërme të kokës. Jobi mori një copë balte për të kruar dhe rinte ulur në mes të hirit. Atëherë gruaja e tij i tha: "Qëndron ende në ndershmërinë tënde? Mallko Perëndin dhe vdis." Por ai i tha asaj: "Ti flet si një grua pa mend. Në rast se pranojmë të mirën nga Perëndia, pse nuk duhet të pranojmë edhe të keqen?" Në të gjitha këto, Jobi nuk mëkatoi me buzët e tij. Kur 3 miq të Jobit mësuan tërë këto fatkeqësi që kishin rënë mbi të, erdhën secili nga vendi i vet: Elifazi nga Temani, Bildadi nga Shuahu dhe Cofari nga Namathi. Ata në të vërtet ishin marrë vesh midis tyre për t'i bërë ngushëllimet dhe për t'ia lehtësuar dhimbjen. I ngritën syt nga larg, por nuk e njohën dot. Atëherë filluan të qajnë me zë të lartë, dhe secili grisi rrobat e tij dhe qiti mbi kryet e tij pluhur, duke e hedhur në drejtim të qiellit. Pastaj u ulën pranë tij për 7 ditë e 7 net, dhe asnjë nuk i drejtoi qoftë një fjalë të vetme, sepse e shikonin se dhembja e tij ishte shumë e madhe. Romakëve, kapitulli 6. Ç'të themi pra? A të mbetemi në mëkat që të shtohet hiri? Kur mos qoftë. Ne që jemi të vdekur ndaj mëkatit, si do të jetojmë ende në të? A nuk e dini se ne të gjithë që u pagëzuam në Jezu Krishtin, u pagëzuam në vdekjen e tij? U varrosëm pra me të me anë të pagëzimit në vdekje, që ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekurish me anë të lavdisë së Atit, kështu edhe ne të ecim në risinë e jetës. Sepse nëse jemi bërë një me Krishtin në një vdekje të njëjtë me të tij, do të jemi një edhe në ringjalljen e tij. Duke ditur këtë,
se njeriu yni vjetër u kryqëzua me të, që trupi mëkatit të shfuqizohet që ne të mos i shërbejmë më mëkatit. Sepse ai që ka vdekur është shfaqsuar nga mëkati. Por nëse vdiqem me Krishtin, ne besojmë që edhe do të jetojmë me të, duke ditur se Krishti që u ringjall prej së vdekurish nuk vdes më. Vdekja nuk zotëron më mbi të. Sepse në ato që vdiq për mëkatin një herë për gjithmonë, por në ato që jeton për Perëndin. Kështu edhe ju, llogariteni veten të vdekur për mëkatin, por të gjallë për Perëndin në Krishtin Jezus, Zotin ton. Le të mos mbretëroj pra mëkatin në trupin tuaj të vdekshëm që t'i bindeni atij në epshet e veta. As mos ja paraqitni gjymtyrët tuaja mëkatit si mjete padrejtësie, por i paraqisni veten tuaj Perëndis si të gjallë prej së vdekurish dhe gjymtyrët tuaja si mjete drejtësie Perëndis. Sepse mëkati nuk do të zotërojë më mbi ju, sepse nuk jeni nën ligj, por nën hir. Atëherë çfarë? Të mëkatojmë sepse nuk jemi nën ligj, por nën hir? Kur mos qoftë. A nuk e dini se nëse e paraqitni veten tuaj shërbëtor të atij që i bindeni, jeni shërbëtor të atij që i bindeni, qoftë mëkatit për vdekje, qoftë bindjes për drejtësi? Por qoftë falendëruar Perëndia, sepse ishit shërbëtor të mëkatit, por ju bindet me zemër formës së mësimit që ju është dhënë. Dhe mbasi u çliruat nga mëkati, u bët shërbëtor të drejtësisë. Unë po flas njerëzisht për shkak të dobësisë së mishit tuaj, sepse ashtu si i paraqitet gjymtyrët tuaja për të qenë shërbëtor të papastërtisë dhe të paudhësisë për të bërë paudhësinë, kështu tani paraqiteni gjymtyrët tuaja për të qenë shërbëtor të drejtësisë për shenjtërim. Sepse kur ishit shërbëtor të mëkatit, ishit të lirë ndaj drejtësisë. Dhe ç'fryt kishit pra atëherë nga ato gjëra për të cilat tani keni turp? Sepse fundi i tyre është vdekja. Por tani, pasi u çliruat nga mëkati dhe u bët shërbëtor të Perëndis, keni frytin tuaj që çon në shenjtërim dhe përfund jetën e përjetshme. Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndis është jeta e përjetshme nëpërmjet Krishtit Jezus, Zotit ton.